Përshëndetje të gjithëve. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Kjo paciente besoj se jeton jashtë, se më ka dërguar një përgjigje komplet në anglisht. Për ata që nuk din anglisht, do ta them më vonë se për çfarë bëhet fjalë. Përshëndetje doktor, jam një zonjë 37 vjeçe. Ju kam shkruar para disa kohësh për aritmin, që i kam rrahjet e zemrës shumë të larta, ose në normë dhe të parregullta. Bëra një holter, gjithashtu një MRI skan, po ju dërgoj përgjigjen e të dyjave. Dhe tani fillon përgjigja. I am pleased to report that your recent cardiac MRI scan carried out at Barts does not show any significant abnormalities. The scan shows a slight enlargement of the heart, however, your heart structure and pump functioning is normal. And there was no evidence of any scar tissue or damage to your heart muscle. Therefore, the overall results are reassuring. You are currently waiting to see a specialist regarding your heart rhythm and your symptoms of palpitation. Hopefully, you should be reviewed soon. Dhe tani vjen kërkesa, do me thënë që i ka bërë mjekut specialist. I would appreciate your expert opinion on this 37-year-old lady. She is having very frequent and debilitating symptoms of fast palpitation. In her initial 24-hour Holter monitoring carried out in the community showed sinus rhythm throughout with very frequent unifocal ventricular ectopics with a total 7%. A recent echocardiogram carried out in the October showed borderline low normal left ventricular systolic functioning with ejection fraction of 52%. Therefore, I have referred to Barts to have a cardiac MRI scan to exclude a cardiomyopathy. She has had a repeat 72-hour Holter monitor, which was carried out in our department in early March. This shows sinus rhythm with very frequent ventricular and atrial ectopics, with a 70% ventricular ectopic burden in the monitor, also show a runs of narrow complex. Right, tachycardia with 390 beat run of what appears to be an SVT at 202 beats per minute, as well as show runs of ventricular ectopics. Për atë dashur miq, bëhet fjalë për një paciente 37 vjeçe, e cila ka pasur rrahje të shpeshta të zemrës, ato që quhen në gjuhën mjekësore palpitacione. Dhe kontrolli I parë që është bërë një ekokardiografi, si gjithmonë është një nga ekzaminimet e para, ku është parë se ejeksioni I fraksionit, që është funksioni I zemrës që ne e masim në eko, ka dalë 52%. Sigurisht 52% nuk është katastrofë, por për femrat çdo gjë nën 54% është patologjike. Pra, kemi një ejeksion fraksion që është I ulur në princip, por që është akoma në kufi. Dhe me shumë të drejtë mjeku, që unë besoj se ka qenë mjeku I familjes, ka sugjeruar një rezonancë magnetike. Në rezonancën magnetike është vërejtur se ka një dilatim të lehtë të muskulit të zemrës. Pra ka një zgjerim të lehtë të muskulit të zemrës, që në fakt për të kundërt nga si e ka shkruar mjeku, përbën një problem strukturor të zemrës. Pra ventrikulli është pak I dilatuar. Sigurisht, ekzaminimet kanë pak subjektivitetin e tyre, por nga ekzaminimet midis ekos dhe rezonancës magnetike, për sa I përket ejeksionit të fraksionit, unë do I besoja gjithmonë më shumë ekos. Ndërsa, për sa I përket problemit strukturor të zemrës,
unë do I besoja më shumë rezonancës magnetike. Për fat të mirë, kjo paciente nuk ka ajo që quhet nga anglishtja scar tissue, pra nuk ka kaluar një infarkt ose ndonjë miokardit të rënd ose ndonjë diçka, nuk ka kaluar një gjë të rënd në zemër. Pra kjo ka thjesht një dilatim të lehtë, një zgjerim të lehtë të muskulit të zemrës, që sigurisht dhe në këtë rast është në kufi, nuk është ndonjë gjë e rënd, dhe dyshimi im është që dhe funksioni pompi zemrës është pak I lehtë, pra siç ka dalë në ekokardiografi. Duhet që mjeku të jetë gjithmonë I aftë ato përgjigjet e gjërave që dalin të di t'i bashkoj dhe t'i interpretoj me mendjen e vet, jo t'i interpretoj me kompjuter. Dhe pacienti ankon për palpitacione dhe sigurisht me të drejtë mjeku I familjes, që nga një mjek shumë I mirë, do ta them, ka kryer një holter. Dhe në holter ky mjek ka parë disa çrregullime të ritmit të zemrës, ku ai ka parë si çrregullime atrial, ka parë e para ekstrasistole, të cilat kanë qenë si atriale, ashtu edhe ventrikulare, dhe me sa po kuptoj nga mesazhi, kanë qenë diku te 7%, gjë e cila në princip nuk është akoma shumë në kufi që duhet mjekuar, duhet bërë ndonjë gjë, por nuk është dhe pak. Pra 7% pacienti I ndjen, pacienti thot ka mankesa. Ajo që ka parë tjetër mjeku ka qenë një takikardi supraventrikulare, pra një çrregullim I ritmit të zemrës. Atëherë, ajo që duhet I sugjeroj pacientes, e para, komplimente, deri këtu shumë mirë, janë bërë 3 gjëra shumë të rëndësishme, holteri, kur dokumentuar një çrregullim I ritmit të zemrës, është bërë rezonanca magnetike, ku është parë struktura e zemrës, shumë mirë që nuk ka atë shenjë, nuk ka gërvishje në zemër, nuk ka ind fibrotik, nuk ka fibroz të zemrës, sepse ato sjellin çrregullime të ritmit të zemrës. Hapi tjetër është I lehtë, për mendimin tim, nuk ka shumë nevojë për diskutime. Numri 1 është vendosja e një trajtimi që dhe mundësisht dhe të shikohet cili është shkaku që zemra është zgjeruar, pra të shikohet kush është, ndonjëherë mund të jenë dhe shkaqe shumë të thjeshta që është gjenetike. Ndonjëherë janë që është hipertensioni arterial. Ndonjëherë janë shkaqe pak edhe më problematike, si për shembull gjenetike. Shumë shpesh, në 50% të rasteve, nuk gjendet shkaku fare. Dhe fillohet mjekimi me ato medikamente që unë I kam thënë që bëjnë atë që quhet cardiales remodeling. Këto medikamente janë të afta që muskulaturën e zemrës ta riparojnë. Jo atë indi fibrotik, për fat keq ai nuk riparohet dot më, por muskulin e shëndosh, këto janë të afta ta riparojnë. Këtu futen ACE inhibitorët, këtu futen ARB, ato që quhet ARB. Dhe numri 2 është I thjeshtë dhe shumë I thjeshtë. Kjo paciente ka nevojë për një ekzaminim elektrofiziologjik. Në ekzaminimin elektrofiziologjik ka mundësi shumë të mira që të kryhet një ablacion I këtyre ekstrasistolave, përderisa ekstrasistolat janë monomorfe, vinë gjithmonë nga I njëjti vend, ka shumë mundësi të mira që të abladohen dhe të trajtohen shumë mirë. Dhe e dyta, duhet gjetur ky çrregullimi atrial. Është çrregullim I atriumit të djathtë apo I atriumit të majt. Në ekzaminimin elektrofiziologjik, zemra gjithashtu mund të provokohet me medikamente që të shikohet a vjen ndonjë çrregullim I ritmit të zemrës dhe të dihet se ku mund të abladohet.
Rasti më i shpeshtë në anën e majtë është fibrilacioni atrial, jo i rrallë, shumë i shpeshtë. Anët e djathta, po them, flateri tipik. Këto janë gjëra që abladohen shumë kollaj. Pra, unë do i sugjeroja kësaj paciente fillimin e një mjekimi që të përmirësohet pak ajo struktura e zemrës dhe funksioni i zemrës, dhe dyta, të ishte një ekzaminim elektrofiziologjik dhe me ablacion.